Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike në Kosovë në pritje të zgjedhjeve të 7 qershorit. Janë hapur përgatitjet për procesin zgjedhor, aplikimet për diasporën, 10 ditë do të ketë në total fushat, po çfarë do të zgjedhin, a do zgjedhin krizën këto zgjedhje apo jo, a do të mësohet arti i marrëveshjes në kutitë e votimit, dhe çfarë do të ndodhë më pas, për gjitha këto pikë pyetje. Kam derën dhe kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me profesorin asociuar, doktor Pol Krasniqin. Profesor, përshëndetje. Faleminderit shumë, jam mirënjohës shumë për kohën. Përshëndetje, kënaqësia ishte ime. Profesor, deri tani përgatitjet pafund kanë qenë për të mbrojtur nga armiku i jashtëm, por ashtu sikur e shkruani dhe ju, armiku i brendshëm që ka edhe më i rrezikshëm. Po natyrisht se po, Kosova po përballet me sfida të ndryshme. Njëra prej tyre është edhe kriza politike e brendshme krahas ndikimeve kritikisht negative nga jashtë. Nga jashtë ne e dimi, jemi në një situatë të komplikuar geostrategjike dhe geopolitike. Ne kemi një raport të tensionuar të marrëdhënieve me Serbinë, e cila në vazhdimsi përpiqet të kontestojë shtetësinë e Kosovës dhe i mobilizon gjithë potencialin e vet diplomatik, politik, por edhe elementet e saj që veprojnë dhe operojnë në Kosovë në mënyra të ndryshme, që ta sjellin pikpyetje karakterin demokratik të shtetit të Kosovës. Pra as kësaj natyrisht kemi edhe një aktivitet gjithherë më agresiv të veprimeve pro-ruse ose ruse, të cilat janë tetë aktive në rajonin e Ballkanit dhe përpiqen me çdo kusht që të pengojnë të gjitha shtetet e Ballkanit perëndimor që të integrohen në mekanizmat euroatlantik, siç është Bashkimi Evropian dhe NATO-ja. Mos harrojmë se ata kishin vepruar në mënyrë aktive me qëllim të pengimit të Malit të Zi në integrimin e saj në NATO, dhe tani përpiqen me çdo kusht që ta sigurojnë një territor ku do ta ruajnë influencën e tyre historike dhe tradicionale, dhe natyrisht ai territor në aspektin e pakontestuar nga aspekti i influencës ruse është Serbia, dhe krahas saj Serbia po përpiqet që përmes lidhjeve të vjetra historike dhe elementeve të caktuara sidomos nacionale dhe fetare, që të përpiqet të frenoj këto shtete në drejtim të integrimeve euroatlantike. Përposhtë kësaj, ne natyrisht kemi edhe një problem të pazgjidhur, faktikisht ne e kemi të zgjidhur, mirë po në vazhdimsi po sjellet në dialog çështja e veriut të Kosovës ose raportet të Kosovës me Serbi, praktikisht to janë të zgjidhura nga aspekti i gjitha standardeve të Bashkimit Evropian. Mirë po Serbia përmes mekanizmave të saj mbështet sidomos të Rusisë dhe Kinës dhe aleatëve tjerë, po ndikon në Këshillin e Sigurimit dhe në mekanizma tjerë diplomatik evropian, siç është Këshilli i Evropës, që në vazhdimsi të diskutohet për zgjidhjen e disa problemeve. Ne natyrisht se jemi të gatshëm të diskutojmë për zgjidhjen e çfarëdo problemi eventual i cili ka met për pauzim, mirë po ato duhet të bëhen në frymë reciproke dhe në kuadër të standardeve minimale të Bashkimit Evropian, duke i ruajtur gjithmonë drejtat e minoriteteve, por edhe drejtat elementare të njerëzit, të cilat në Serbi në mënyrë të ndryshme po shkelen, në vazhdimsi po shkelen drejtat e komunitetit shqiptar, por jo vetëm të komunitetit shqiptar, po shkelen edhe drejtat e opozitës serbe, të cilat janë gjithherë më të zëshëm drejtim të orientimit, në drejtim të shkputjes së influencës ruse dhe orientimit të Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Pra, profesor, po thoni që alternativa në Serbi mund të jetë më mirë se Vučić në raport me Kosovën, mund të shkojë drejt njojës, apo jo? Apo është më agresive? Shikoni, ne këtu duhet të kemi të qartë disa çështje. Tani në kuadër të atyre protestave të cilat janë organizuar dhe lëvizjeve opozitare në Serbi, ekzistojnë rrymë të ndryshme politike, prej atyre ultra radikale dhe ultra reaksionare, e deri te ato frymat demokratike. Prandaj ne këtu duhet ta bëjmë dallimin. Te këto rrymat demokratike, të cilat janë të përqendruara kryesisht të disa shtresa intelektuale, dhe disa shtresa të mirëfillte intelektuale dhe opozitare,
ato janë për respektimin e drejtave të njeriut, janë për një raport ndërshtetëror me Kosovën, janë për njohjen e shtetësisë së Kosovës dhe tejkalimin një herë për gjithmonë të asaj çka ka qenë kontestuese dhe problematike mes Kosovës dhe Serbisë. Mirë, po natyrisht aty ka edhe elemente tjera të cilat kërkojnë marshimin ushtarak në Kosovë, rikthimin e sovranitetit serb në Kosovë e tjera e tjera. Mirë, po ta themi qartë, rrymat e tilla agresive, përderisa është në pushtet kjo qeveri e Vučićit e cila i injekson në forma të ndryshme këto rryma reaksionare, ajo do të metet në fuqi dhe do të metet edhe do të prezanton rrezik për stabilitetin e Ballkanit. Mirë, po ne besoj se me ramjen e Vučićit nga skena politike serbe, natyrisht se do të reduktohen këto aktivitete dhe këto rryma, do të zbehen dhe do të mbijetojë edhe atje si ku do tjetë në Evropë, rrymat demokratike, të cilat kërkojnë paqe, mirëkuptim, bashkëpunim dhe zhvillim të gjithanshëm, ekonomik, social, kulturor, natyrisht në rajonet përbashkëta gjeografike. Por më shumë sfida është e vetë shqiptarëve në Kosovë për ta kapërcyer këtë moment dhe për të vendosur shtetin mbi gjithçka, jo partinë mbi shtetin, sikur duket se ka ndodhur edhe në 2 vitet e fundit në këtë krizë të zgjatur, që disa mendojnë që është edhe me qëllim për të kaluar gjithë mandatin e dytë të presidentit Trump, për të mos shkuar më tej edhe ato që janë firmosur marrëveshje e të tjerat. Ju si mendoni, profesor, do ta kalojnë zgjedhjet e 7 qershorit këtë moment apo prapë do shkojmë nga kriza në krizë? Se qani, duhet me pas parasysh se përderisa në Kosovë ishte krijuar një rrethane tillë kushtetuese dhe politike që e bëri krejtësisht pamundur funksionimin normal të aparatit shtetëror, por edhe legitimitetin parlamentar, atë s'kishte rrugdalje tjetër pos shpaljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme si një mekanizëm i vetëm i cili kishte mbet për tejkalimin e bllokadës së krijuar. Mirë po, këtu duhet ta themi qartë se zgjedhjet nuk e besoj se mund të paraqesin ndonjë zgjidhje të qëndrueshme të krizës politike në Kosovë, pa një ndryshim rrëndësor të raportit mes bllokut opozitar dhe bllokut natyrisht tani qeveritar i cili po. Dhe në anën tjetër edhe pa një transformim rrëndësor natyrisht të kulturës politike këtu te ne në Kosovë. Te duhet ta themi qartë. Këtë aspekt zgjedhjet nuk e besoj se mund të paraqesin ndonjë zgjidhje, nëse ato nuk do të prodhonin një shumicë absolute parlamentare për faktin se detyra prioritare e kuvendit të konstituar pas zgjedhjeve të parakoshme të cilat janë caktuar për 7 qershor, është zgjedhja e presidentit. Dhe unë nuk e besoj se asnjëra prej këtyre 2 bllokeve të konfrontuara politikisht aktualisht në Kosovë, do të fiton shumicën absolute e cila natyrisht do të ketë mundësi të nominojë të zgjedh presidentin. Në anën tjetër nuk shihet një do të thotë konsensus i mundshëm ose një marrëveshje çfarë do të natyre qoftë mes subjekteve politike për zgjedhjen e presidentit. Prandaj pikërisht ky pozicionim konfrontues mes pozitës dhe opozitës mund të sjell kriza ose të ndikon në riciklimin e krizave, mirë po do të ndrohen vetëm aktorët. Tani opozita natyrisht kërkoi dhe kundërshtoi tendencën për monopolizim të gjitha funksionimeve të aparatit shtetëror, natyrisht e kërkoi dhe u erdhën deri te zgjedhjet e jashtëzakonshme, mirë po nesër natyrisht pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme është e mundshme se qeveria aktuale, natyrisht partitë aktuale të cilat janë pushtet, do ta përdorin mekanizmin e tillë të bllokues me qëllim të kalimit ose shkurjes sërish në zgjedhje. Këtë drejtim zgjedhjet dhe atë do të kemi një riciklim të vazhdueshëm, por vetëm do të ndrohen aktorët në këtë aspekt. Dhe në anën tjetër, ajo çka është problematike në Kosovë është fakti që faktori ndërkombëtar, i cili deri më tani e ka shfrytzuar autoritetin e vet dhe ka pas fuqi influencuese dhe ndikuese në interes të Kosovës, natyrisht të ndikojnë të subjekte të caktuar që ti tejkalojnë egot e ndryshme individuale ose politike në interes të funksionimit të aparatit shtetëror, tani ato i shohim si krejtësisht si neutrale dhe indiferente ndaj asaj çka po ndodh. Ka një tërheqje të butë, ndoshta. Natyrisht po, dhe nuk shpreh një gatishmëri
që ta shfrytëzojnë autoritetin dhe pozicionin. Mirë, Shtetet e Bashkuara, dakord, për shkak të rrethanave, ndoshta që se kanë mendje shumë me administratën e dytë të Trumpit, janë pak më të tërhequr se këtë e vëmë edhe në Tiranë. Po Britania aty, Gjermania. Me përjashtim të deklaratave retorike në mediat e ndryshme televizive kur thuhet se apelojmë te subjekt politike që ti i kalojnë to, nuk ka një vendosmëri sikur përpara natyrisht kur vindin gjithë ambasadorët e grupit të kontaktit të kthimtit aty dhe bisedonin natyrisht të Këshillit të Evropës dhe bisedonin me strukturat të ndryshme partijake dhe kuptoni, shikoni çfarë pozicioni është sjell Kosova. Ne ishim prag të humbjes se fondit e Bashkimit Evropian për masa gjigante, do të thotë rreth 1 miliard euro, për shkak të mos konstituimit të institucioneve shtetërore dhe tani prapë është aktualizuar kjo çështje. Çka do thotë kjo? Inati dhe agresiviteti, qëndrimi agresiv i bloqeve të caktuar në raport me njëra tjetrën, po ndikon natyrisht në dobësimin e fuqishëm të autoritetit dhe të kredibilitetit ndërkombëtar, por natyrisht edhe damtimit të standardet dhe të jetës së qytetarëve këtu të ne në Kosovë. Profesor, ne ishim mësuar që deri tani ne jemi një, po këte i drinit andej t'ju merren për shembull si për procesin zgjedhor, ko rekord, përfundimi, njohja e rezultatit, nuk ishte kontestime, por edhe të marrëveshjeve politike, se kemi parë edhe kryeministra me shumë pak deputet. Ndërkohë që çfarë ndodhi tani? Ndoshta mungojnë edhe burrat e shtetit, po mungon edhe dëshira për lëshuar. Mund të themi që gjithë fajtori për këtë është Kurti apo ka dhe opozita pjesën e vet? Nuk mund të drejtohet gishti vetëm ka një subjekt ose një person, mirë po përgjegjësinë më të madhe për rrjedhat e përgjithshme politike natyrisht se i takojnë shumicës, dhe në këtë drejtim partisë vetëvendosje. Ajo kishte mundësi, ajo kishte natyrisht mundësi dhe kohë mjaftueshme sipas gjykimit të gjykatës kushtetuese që zhvillon negociata me gjitha partitë politike dhe të arrin një marrëveshje. Mirë, po çfarë ndodhi ajo? Ai i nominoi 2 kandidat, më vonë u tërhiqën ata dhe në kundërshtim me rendin kushtetues dhe procedurat e parapame me kushtetut, i propozoi 2 kandidat dhe kërkojnë nga opozita që të vinë ta bëjnë quorumin, njëra u tërhiq ta bëjnë quorumin dhe ta zgjedhin presidentin e favorizuar natyrisht dhe cilën ne vetëm si në Kosovë si në Shqipëri duhet ta kemi parasysh. Është mirë natyrisht që të mos koncentrohet pushteti vetëm në dorë të një subjekti politik, sepse nuk është në shëndetin e demokracisë. Shikojeni për shembull disa shembuj evropian, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pikërisht në ardhin e Trumpit, për një kohë gjatë ky nuk e kishte eliminuar nga pozicioni kandidatin e nominuar nga demokrat, i cili udhëheqi ushtrinë amerikane. Edhe këtu në Austri shoh në asnjë situatë ose rrethon partia që fiton pushtetin nuk përpiqet më njëherë që ta ndërron drejtorin e policisë. Edhe ministrat po drejtorin e policisë, drejtorin e inteligjencës ose të institucione vitale të pushtetit, prokurori, gjykate tjera. Ndërsa te ne duhet të prekët aty ku duhet tani në fund, prokuroria dhe gjykata, mos po bëhet lufta për prokurorin këtu. Prokuroria, gjykata natyrisht, sidomos prokuroria, natyrisht se ju dini tash te ne është edhe hyp në fuqi edhe ligji i cili natyrisht e bën ligji për konfiskimin e pasurisë pa justifikuar dhe tash paraqitet çështja se okay, ky ligj ku i dedikohet ky ligj? A do të fillon natyrisht, a do të fillon zbatimi i kësaj procedure nga krerët e lartë të pushtetit ciltishin prej vitit. Duket sikur po e bën për krahun e luftës për propagandë ndoshta ose për fushat, si mund ta themi me but. Sepse ata kanë anatemuar apo gabohen. Po shikoni, në Kosovë kanë keq përdor pushtetin gjithë. Është mos e vërtet, gjithë funksionerët që kishin pushtete të caktuar, numri absolut i tyre, nuk mund të themi gjithë, po numri absolut i subjektëve politik që kishin pushtet në mënyra të ndryshme kanë ardhur deri te pasurimi i tyre i shumë shpejt. Dhe shikoni për shembull vetëm përjardhjet e pasurisë deklaruar kohëve të fundit nga zyrtarët. Kishin filluar pushtetin me një pasuri krejtësisht simbolike, pas përfundimit të mandateve ndron një rëndësore natyrisht pasuria e tyre. Mirë po, kjo nuk është as pak problematike nëse se dikush e ka blerë një banesë, mirë po nëse ka mjete të deponuara ose investime kapitale jashtë shtetit për masa
pa imagjinuar atë natyrisht se paraqitet çështje problematike. Ashtu natyrisht që po raportojnë mediat edhe për disa zyrtar të lartë shtetëror në Shqipëri. Po ç'është problemi më i madh? Këta apo pjesa tjetër kurti konkretisht që paraqitet vetëm me 16 euro e disa cent? Tani ka diçka që edhe nga krahu tjetër nuk shkon. Shikon, asnjëri krah. Ky deklaron 16 cent, mirë po thjesht realiteti qëndron diçka tjetër. Ne vetëm ta kemi parasysh një fakt. Kosova në 5 vitet e fundit ka bler rrym në vlerë rreth 1 miliard euro. Firmat të cilat kanë kontraktuar dhe kanë shit natyrisht janë firma, disa prej tyre mund të quhen edhe me aspektin e caktuar fantom për faktin se ja i kanë 2-3 të punësuar dhe i kanë zyrat diku në qoshe të caktuara të Prishtinës, mirë po qarkullimi vjetor i tyre është me 10 ose 100 milion. Tani paraqitet pyetja, shikoni, ne e dim në Ballkan përgjithësi edhe në bazë të inteligjencës perëndimore, natyrisht ka informacione të argumentuara se gjithmonë kur ka transaksionet e tilla ose autorizime për kryerjen ose nënshkrim të kontratave për kryerjen e veprimtarive lukrative ekonomike, natyrisht një pjesë e atij kapitalit që paguhet kthehet te investitori në mënyra krejtësisht private. Dhe pikërisht kjo është çështja kryesore. Në Ballkan, sidomos të ne shqiptar, në kundërshtim me traditën tonë tradicionale kombëtare, se shqiptari ka qenë gjithmonë i gatshëm të sakrifikon diçka për veti për interes të miqve dhe shokëve të vet. E jo me shfrytëzu gjendjet e mjerueshme të kolegëve, shokëve, të afërmve të vet për pasurimin e vet kundërligjshëm. Prandaj kjo çështje, luftimi i korrupsionit duhet të jetë çështje prioritare. Përpos luftimit korrupsionit, ne natyrisht duhet të investojmë fuqishëm edhe në arsimimin cilësor dhe kvalitativ të gjeneratave të reja për faktin se ka informacione të shqetësuese për degradimin e sistemeve të arsimit në nivel të përgjithshëm të territoreve ku jetojnë shqiptarët. Profesor, për situatën politike dhe diçka ka mendoni që Vjosa Osmani do ndryshojë diçka? Duke u bashkuar me LDK-n edhe si fraksion brenda, por ideja është që tani është në opozitë. Shikoni, disa struktura udhëheqëse të LDK-s mendojnë se ardhja saj do të ndikon në ndryshimin e skenës politike në Kosovë, mirë po unë besoj se nuk do të ketë një ndryshim rrëndësor të skenës politike pikërisht përmes ardhjes saj, për faktin se në mentalitetin e elektoratit të LDK-s ende figurojnë ose ende kujtohen ato skenat e konfrontimeve dhe të akuzave të fuqishme, dhe dëmit politik të cilët ajo i kishte shkaktuar natyrisht elektoratit të LDK-s. Mirë po pavarësisht kësaj, ajo disponon me një numër shumë të madh të simpatizerëve të vet në Kosovë dhe mund të ndikon natyrisht në rritjen e LDK-s për 2 ose 3 ose më tepër, nuk e besoj, po 2-3 deputet mund të ndikon pikërisht me integrimin e saj, mirë po jo më tepër. Profesor, në këtë situatë gjeopolitike që ndodhemi në Kosova, kush është rreziku më i madh me cilin mund të përballet, ndoshta nga i dallë që mund të vinë në Ballkan, mos vëmendja e dur e Shteteve të Bashkuara që ka mendjen sigurisht në fronte të tjera. Pra, kush është rreziku më i madh që na kanoset? Unë besoj se rreziku më i madh që na kanoset, sidomos neve në Kosovë, është krizat politike të cilat ne nuk po mujmë, domethënë konfliktet e brendshme, erozionin nga brenda. Pikërisht këto po shfrytëzojnë për mrekulli dhe të elementet të jashtme të cilët përpiqen me çdo forcë që të ndikojnë në damtimin e autoritetit Kosovës. Mirë po vetëm përmes një konstituimit të mirëfill të institucioneve tona shtetërore, natyrisht përmes influencës të fuqishme ose rritjes e kapaciteteve tona dhe diplomatike në drejtim që kishin me ndiku në drejtim të përmirësimit të imazhit ton politik ndërkombëtar. Atëherë natyrisht se do të ndikohet edhe në zbehjen e aspiratave të huaja për depërtim në jetën tonë politike. Mirë po, problemet janë krahas faktorit ballkanik, krahas aspiratave reaksionare serbe, krahas natyrisht veprimeve krejtësisht hibride të Rusisë, por janë edhe në disa ndikime nga lindjet mesme, sidomos rritja vazhdueshme e radikalizmit dhe fanatizmit, por edhe disa frymave nga lindja të cilat po përpiqen natyrisht që ta damtojnë kulturën dhe traditën tonë shekullore kombëtare natyrisht dhe ta ndajnë popullin shqiptar në baza të caktuara fetare. Kjo është pak problematike e cila natyrisht duhet
duhet ngritur, duhet avancuar kjo çështje në nivel natyrisht shtetëror, mirë po jo në nivel të një shteti, po në nivel të përbashkët të Kosovës dhe Shqipërisë, se ti kalojmë dhe ti luftojmë këto fenomene me dinjitet dhe të ruhet ajo çka ishte gjithmonë tradicionale në kulturën tonë kombëtare. Edhe diçka të fundit kam profesor në raportet me Tiranën. Si ju duken tani Kurti Rama, së pari dhe së dyti mund bënte diçka më shumë Shqipëria për ta tejkaluar krizën aty apo nuk duhet ndërhynte? Shikoni, ne i përcjellim me vëmendje natyrisht për faktin se e trajtojmë si pjesë të identitetit dhe trupit ton, natyrisht Shqipërinë e trajtojmë edhe si koka jonë dhe pavarësisht raporteve jo të caruara apo të ftohura mes Kurtit dhe Ramës, gjithmonë Shqipëria në arenën ndërkombëtare i ka prezantuar dhe i ka mbrojtur me dinjitet shumë të lartë interesat e Kosovës. Këtë duhet ta themi. Mirë, po pavarësisht qëndrimeve personale të kryeministrave tashëm ose aktual të Kosovës dhe Shqipërisë, ne duhet vazhdimisht të ndikojmë që raportet mes dy shteteve të jenë raporte natyrisht të dy shteteve, por të një kombi, të cilat do t'i harmonizojnë qëndrimet e veta, do t'i ndihmojnë njëra tjetrës në aspiratat përbashkëta, të cilat natyrisht paraqisin edhe ëndrrën çekullore të popullit shqiptar në drejtim të unifikimit natyrisht dhe integrimit të përbashkët, se për faktin se sot bashkimi kombëtar nuk mund të realizohet në ndryshe pos përmes përkrahjes dhe zhvillimit reciprok dhe krijimit të politikave unifikuese natyrisht në raport me faktorin ndërkombëtar. Ne mund të kemi politika të ndryshme të brendshme, njëri me tjetrin, mirë, po në raport me faktorin ndërkombëtar dhe interesat gjeostrategjike të dy vendeve duhet të kemi një qëndrim krejtësisht unik. Profesor, të falenderoj shumë për gjitha mendimet që ju ndatë me publikun tonë, të jam mirënjohës shumë për gjithë bisedën. Faleminderit nga ju.